Në natën mes të shtunës dhe të dielës 29-30 mars fillon llogaritja verore e kohës, duke e çuar orën 60 minuta përpara. Ndrimi zyrtar i orës ndodh në orën 2, ku akrepat avancojnë me 1 orë duke shënuar 3. Ky ndryshim do të mbetet në fuqi deri më 26 tetor, ku ora do të rikthehet sërish në atë dimërore. Ky sistem i ndryshimit të orës është i unifikuar në të gjithë Evropën dhe u vendosi një normë ligjore në vitin 1981. Sipas kësaj norme, ora verore nis me lëvizjen e akrepave 60 minuta përpara, ndërsa ora dimërore rikthen akrepat 1 orë pas. Ndrimi i orës synon kursimin e energjisë elektrike dhe shfrytëzimin maksimal të dritës së diellit. Pas ekuinoksit pranveror, dita fillon të zgjatet, duke arritur kulmin më 22 qershor, ku ka 15 orë ditë dhe vetëm 9 orë natë. Prej vitit 1981, ky ndryshim aplikohet në të gjitha vendet evropiane, duke ndjekur një kalendar të përcaktuar për periudhën e orës verore dhe asaj dimërore.